Veç keni durim se e morët fjallin ju dëgjum të gjithve, kështu që... Po sigurisht pak e kanë edhe i natin që kanë metë shumë brapa atje. Kështu që... është zgjedhur kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës Femej Kopina. Detyrës dhe të ushtrojmë autorizimet e mia si antar i Kuvendit të Komunës së Prishtinës, në mënyrë që të sigurohen kushtet për jetë të qetë për të gjithë. Ftoj kryetarin e zgjedhur të kryeqytetit që të dalë para Kuvendit dhe ta bën betimin. Sot qëndroj para jush me mirënjohjen më të thellë për besimin që qytetarët ma kanë dhënë edhe një herë. Prishtina foli, dhe ky besim për mua është vazhdim i përgjegjësisë dhe motivit. Është zotim për të vazhduar punën me përkushtim të palëkundur. Ju falimderit që na keni besuar drejtimin e qytetit tonë. Falimderit që besuat në vazhdimin e vizionit transformues për Prishtinën. Ju lutëm, veç keni durim se e morët fjallin ju dëgjum të gjithve, kështu që... Nuk pja kuptoj këtë inat Sokolit, ndoshta nga arsyeja pse nuk e kam propozu Sokolin për... Kështu që... për me zbut këtë inat Sokolit, unë e propozoj Sokolin si kryesues të Kuvendit. Natyrisht se kjo është një propozim i cili këta e bëjmë për qëllime tjera dhe nuk mund të shkoj si tillë, sepse unë nuk pranoj të jem në kuadër të propozimeve, po sigurisht pak e kanë edhe i natin që kanë metë shumë brapa atje. Kështu që edhe parullat politike në një seancë solemne duhet t'i lojmë anash, edhe të kalojmë në pikat e rendititët, gjë e cila ishte edhe kërkesë e vazhdueshme e jamja, zonja kryesuese. Ju falenderoj. Nuk mund të jem propozim sepse nuk e pranoj atë. Edhe për ndonjë pozitë kush e di çka më propozu vetvendosja nuk e pranoj. Konstatoj që kemi në garë vetëm zotëri Femej Kopinën. Atëherë konstatojmë se me 31 vota për, 4 kundër dhe 2 abstinen është zgjedhur kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës Femej Kopina.